Cristian Aslani me sa duket e ka mbyllur me Torino. Klubi Granata nuk është gati të paguajë në fund të sezonit 11.5 milion euro për kartonin e tij, ndaj po planifikon që ta kthejë përsëri mbrapsht lojtarin tek Interi që e ka në pronësi. Një marrëveshje që nuk është finalizuar, por për të cilën presidenti i Interit Giuseppe Marotta theksoi se mund të ndodhte. Ai la të kuptohet se për Aslani do të gjente një zgjidhje tjetër që me sa duket kanë nisur të diskutojnë që dje, kur u hapën lajmet për largimin e tij nga Torino. Sipas gazetarit të njohur për Mercato në Itali, Nicolo Schira, largimi i tij nga Torino është çështje e kryer, dhe tashmë klubi zikajtër ja ka propozuar Aslanin klubit të Fiorentinës. Skuadra e qytetit të Firences aktualisht është në fundin e tabelës së klasifikimit në Serie A, por po bën një revolucion të mirëfillt duke larguar lojtarë që kanë zhgënjyer, ndaj ajo mund të jetë e interesuar për Aslanin. Edhe ky i fundit gjithashtu ka nevojë për një projekt të ri pas dështimit të Torino, duke kërkuar një klub që do të ketë besim të aftësitë e tij plotësisht. Cristian Aslani është gjithnjë më shumë pranë largimit nga Torino, ku ishte huazuar në startin e këtij sezoni për t'u kthyer tek Interi, një kthim i përkohshëm përmes fushorin pasi ai nuk ka hapësira në radhët e skuadrës së drejtuar nga Christian Chivu dhe nuk bën pjesë në planet e tij. Këtë e ka bërë të qartë edhe presidenti i Interit Giuseppe Marotta, i cili ndonse nuk ka konfirmuar kthimin me do e mos të mes fushorit shqiptar, ka bërë të qartë se në eventualitetin e një vendimi të tillë do t'i gjendet një sistemim tjetër që ai të vazhdojë të luajë. Ky është një huazim që kemi bërë me Torinon, nuk kemi folur ende, do ta vlerësojmë, ai është një aset i yni dhe duhet të përpiqemi të respektojmë vlerën e lojtarit. Nëse nuk do të ekzistonin kushtet që ai të vazhdojë atje, do të gjejmë një sistemim tjetër, u shpreh Marotta, duke lënë të kuptohet se për lojtarin nuk ka vend aktualisht në radhët e zikajtërve. Aventura e Cristian Aslanit në radhët e Torinos mund të mbyllet shumë më shpejt nga sa mendoi. Mesfushori i kombëtares shqiptare duket se nuk ka përmbushur pritshmërinë në klubin e ri ndaj torinezët, po mendojnë të mbyllin marrëveshjen dhe të kthejnë tek Interi futbollistin shqiptar. Lajmin e bën të ditur gazetari Matteo Moretto, një emër i njohur për Mercaton dhe njëkohësisht një prej bashkëpunëtorëve të afërt të Fabrizio Romanos. Torino po mendon seriozisht ndërprerjen e parakohshme të huazimit të Cristian Aslanit. Mesfushori shqiptar do të kthehej kështu tek Interi. Vendimi përfundimtar do të merret pas ndeshjes së kampionatit ndaj Veronës, ishte postimi i tij në rrjetet sociale duke i dhënë rrugë kësaj hipoteze të bujshme. Aslani u dha në huazim me të drejtën e blerjes për shifrën e 11.5 milion eurove në fund të sezonit. Por me sa duket Torino nuk e sheh si një futbollist për të cilin të bëjë një investim të tillë dhe po bën plante të tjera që nuk përfshin kësaj mesfushorin shqiptar. Tani pritet të mësohet vendimi pas ndeshjes së sotme.